3.7 milion shqiptarë kanë të drejtë të votin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 dhe pjesëmarrja deri në orët e partitës nuk ka qenë me lartë në 13%. Por këto janë zgjedhje në të cilat kreu i Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama, kërkon një mandat të paprecedent të katërt për të udhëhequr me Shqipërinë dhe ka konkurrencë me Sali Berishës, ish presidentit dhe ish kryeministrit shqiptar, që garon me Aleancën për Shqipërinë madhështore. Zoti Rama ka bërë garën e tij me premtimin që Shqipëria do të antarësohet në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, ndërkohë zoti Berisha ka thënë që është koha e fundit që Shqipëria të çlirohet nga që e quan krimi dhe korrupsioni i Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Janë së paku edhe 3 parti tjera më të vogla që kërkojnë të futen në parlamentin e Shqipërisë, garojnë Adriatik, Lapa, Jagron, Shehu dhe Arlind Çori, por ende nuk është e qartë nëse ndonjëra prej tyre mund të fitoj vota të mjaftueshme për ulse në kuvend. Këtu në shkollën Kosovë ka votuar kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, ai ka bërë thirrje shqiptarëve që të votojnë masivisht, ndërkohë në Surrel ka votuar Edi Rama dhe ai atje ka thënë që sot më në fund është dita që të flas populli dhe sovran.